peshin edhe vetë gjendja është e mjerueshme. Vetë që kanë qelë, e kanë bo, e kanë ngry. Që çfarë nalësi jo me hyp me kerë një biznes privat, ose këshër. Kështu që është mirë kryetari mi bu persion më shumë, ju me mjetë në komunë aty si bletë dekne. Besoj që më edhe javë tjetër kjo duhet me u zgjidhë dhe me fillu me njerë me mbyllë. Unë nuk shoh perspektivë këto. Nuk shoh asnjë send mirë këto. Asnjë drejtare zguzojnë me qelë, me plunit, këtë tesha duhet me qitë në tretin kat me terë. Dikush më ka shkruar për një protest bizneset, përfaqësuesit e bizneseve që janë të e mojt në Klin sot, për shkak të rrugës, gjendjes rrugës që po thojnë se po i dëmton. E ka shkruar a mundesh me na u bashkangjit burem. Protesta që ka prej orës 2, ora aktualisht është 11 derisa të shkojnë në Klin, po besoj tamam. Hajde nisemi. Okej, jemi në Klin të vend, qa po shkruan? Jo pluhur, jo bol, dua mas ma... Kjo gjendje është rrafsh që 2 muaj diçka. Kompania kontraktuese ka bënë nënshkrime me 29 majtë 2026, do me tha foti kur ka vetë 60 ditë. Unë nuk e di sa duhet me prit na... 2026 a 2025? 2025, më falë. Do me thona nuk e di sa duhet me prit për këtë rrugë mushtru. E këto jeni përfaqësues të bizneseve, do me thonë. Po, biznese... Sa ka ndiku që kjo rrugë? Te bizneset e juve, do me thonë që gjendje. Qëfar biznesi kite? Me hekra, profila. Qëfar aspekti kanë ndiku? Në kamiona mas shumë. Qëka kamiona? Dëmtojnë, pluhën, gjithë shka. A po? Pluhën i madhë. Unë kam me mobile si në gjane që punën, se krejt pluhën i komplet hen në garnitura në dhe më gjumit si që shushet. A këtu pe i plunit ko ka probleme ma i malë? Problemi kryesor është pluhëni, se asfaltit nuk është i shtrumë, edhe krejt pluhëni hen mrena në biznes. Triana ka dhonë, herën e kalume kur kena bo protest, na ka dhonë një audit afat që ka mu asfaltu. Nuk kemi... Kur keni bo herën e fundit protest? Herën e fundit para një afërsisht 2 javë, qështu, 2 javë gjysë. Nuk na kanë dëmtu me biznese, pluhën i madhë, nuk mujnë me dollë, peshin edhe vetë gjendja është e mjerueshme. Vetë që kanë qelë, e kanë bo, e kanë ngry, tash s'po di as vetë, as nuk na kanë japë mon ku. Ministria tha për një javë, kryet kjo punë, nuk e di qa me bo vlo, na kanë dëmtu, peshin edhe vetë. Që çfarë nalësi jo me hyp, me kerë një biznes privat, ose këshër. Sa ju dëmton juve si banor, gjendja situata e kësaj rrugë? Shumë po në dëmëtan. A banoni ofër rrugës si shto, a e keni dikon? Jo, po dhe të bëshkuna, në Klin dhe të më dhu, me dalë, Klin me shkonë punë, në punoj për ditë. Okej, po gjithësësi. Unë deshta me ban dhe një kërkes kryetarit komunës, dhe t'ju ban presion ma shumë. Na pedim ndorët ku i ka met kjo qeverie, kjo institucioni të di malbe basha mo ka met puna. Kështu që është mirë kryetari mi bu presion ma shumë, ju me met në komunë aty si bletë dekne. Me shumë i bom presion ma shumë, aj për çta paguhet. Ka me folë, peshin edhe vetë rruga që shumë dëmtuni, këta e kanë gryë në asfaltin, e kanë lonë për pa asfaltuve. Që sa është qështo? Unë nga myti. Që sa e keni? Që një muj ko. Një muj ko. Hajde një makë. Na kanë premtu, komuna ka thonë se na ka pranu qeveria që të rrugë me gry. Edhe mas 5 dite, tha ka hek këtë vërësi, për ata ka metë qështu. Që kjo është rruga do me thonë, cila po i dëmton jashtëzakonisht bizneset që shpo e sheni, rruga është, që kanë bo këto, e kanë ngry asfaltin, e kanë lonë këtë gjendje, po në thujnë që është prej tetorit, nëntorit vitit 2025 në këtë gjendje. Po, kam pos periudhë kohore 60 dit me kry, normalisht nuk e kanë kry. Unë e kam këtë lokalin këtu, këtë shpijen këtu afer, e kemi 2 lokale, drejtorat njësë gëzojmë i qelë puna plunit, tjetra e kanë qush shumë në altë, sa që vinë me vetura mushteria, e thënë karterin qëre paraderes, qëre ku është aty ule, sa, po duhet me qitë, shka mi bo më mushteris ku e thënë karterin. Unë nuk di shka mi bo atina. Një me te për keq ko ka këto, se kjo ka kjo pjesa ku ka lënë uje, plus trotuare. Plus asojna, atje në altë të poshtë të mbledhet ujtë, atje është me ujtë me qarkullu. Nuk mundët ujtë me shku për pjetë, pa ujtë vjenë të poshtë. Një farë kamuflazhe, kishe peshtrujmë edhe e kanë lënë. Kjo duhet me konë barazim asfaltin. Jo kështu.
Edhe Pse kanë lënë? pse? Po kon rruga shumë keq, domethënë poshtë, veç që në orë kena pas me dalë në protest, në orë dhe kanë mlu të vena dhe nuk janë. Edhe qaqa? Ja, si ndo. Mos na, a sigaro kush mas. Kryetari thet, ma ka hek projektin, qeveria ma ka vonë, ma ka hek, unë s'kam pare. Dhe nuni. Po kjo vjen kompetencë të ministrisë, Ministrisë. Tu e kemi shumë problem. Njëherë hymja, atë rruga, asë një dritare s'guzojmë me qelë, pe plunit, këtë esha du të misit në tretin katë miterë. Ndryshe, ndërkun. Edhe që ajo në kamet. Ujtë ndalet, kur du në nalë, që tash në ndalë edhe ujtë, tash dhe pak kanë me ndalë edhe rrymen, unë nuk pëdi, unë nuk shohët perspektiv këto. Nuk shohë asë një sënë të mirë këto. Krejt për qef vetin, për të ndera. Kemi nevoj këtu me bo edhe një trak, mu kyqë qytet, këta kanë shku këtu bo trotuara, anena trotuara kënena, e 10 vetë se janë krejt, se kalojnë. Në ditë, mi fotografu 10 vetë se janë. Une nuk e di, une që di se nuk është në rrjedhe atë mira kjo punë. Këto po të shkruan mjaft me premtime boshe. So herë ju kanë premtu, do me thonë, çfarë premtime ju kanë jep? Na kanë premtu se njëherë për rrugë. Shumë shpejt kemi me kry, ajo u bo 6 muj ditë. Prej 2005-ës, prej 2005-ës. 2025. Po, prej 2025-ës. Prej 2025-ës, se kam u kry mëna 2 mujve, mëna 6 ditë, kjo asë se ka afrë njëherë. Qëta është po presëm na me kontaktu me zëvendës ministrin edhe me pyet pse edhe qka është me rëndësishmja kur ko me u intervenu këto. Ngomni, derisa të kontaktujna me ministrin, krejt që to operimet e mi janë terreni mundësujnë sponsorat e mi, Babun Kosova, Babuni do me thonë, aplikacionin App Store që mëni me marrë dhe me porositu shqim kuda. Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën edhe posta easy, super customer service edhe super shpejtësi në dërgesa. Qëre, ministri po thot dona me marr informacione, jo ministri, zëvendës ministri Zef Morina, nesër në mëngjes, tha në ora 11 e ki përgjigjen, kështu që po presim deri nesër na dhe bashkan gjitëm përgjigjen e ti në këtë storje. Alo? Përshëndetje, zoti zëvendës ministër, si je? Përshëndetje. Do me thonë, bizneset aty përfaqësues të bizneseve patën protest, gjendja ka e keqe, është premtu, do me thonë, më thanë që në fund vitit kalum, për me u rregullu, mirë po nuk ka pas kur farë zhvillimi matutje. Po, që ajo kontratë është bo vitin e kalum, edhe para llogaria është bo prej komunës. Okej. Edhe pse ajo është rrugë regionale, do me thonë është kërku me u rehabilitu, me u rishtresu, si themi. Paramosin e ka pru komunja. Bi bazën e paramosës, ministria ka bo dhe kontratën me kompaninë. Tash aty ka një disa probleme të kalimi i sasive. Na kemi kërku edhe prej kompanisë. Ka do me thonë të kalimi i sasive? Do me thonë kanë dalë sasi ma të bëjë se gjatë ekzekutimin se që kanë qenë në ofertë. E tash kjo ose është bo gabim nga komunja që e ka përgadit ofertën, ose o bo në do një lëshim, ose nuk po di, por ne kem kërku që ato mjetët e cilat janë janë destinu, le të kryen komplet. Çka ka ma tepër do të caktojmë një komision, e cili do të bënë vlerësimin sakt, sa ka të i kalime, mirë që mos kemi pengesa, mos kemi probleme. Edhe, çka kanë të mosni? Po, ne kemi diskutu para disa dite, ne do të kryojmë një komision i cili do të del me njëherë, edhe me njëherë do të bënë zgjidhje që ajo rrugë me u përmbyll. Po, zëvendës ministër, po marrin shumë kohë që to procedura. Po, shumë e vërtet, por kjo ka qenë komuna edhe kompania bashkë me menaxherin me bo sa kur e kanë vërejtë që ka te kalime ose ndryshim në pozicione me na njoftu edhe me njëherë me punua sa ka mjetë. Pjesën tjetër atëherë është me rishpall ose me u marrë vesh me kompani. Nëse nuk te kalon 10%, ka mundësi me vazhdu. E qartë. Në qitë pikë që jemi tash,
Cili është zhvillimi i matutjeshëm? Çka mujna me Na kry? miniher unë këtë probleme kom ditë prej djetë, miniher kem kërku komisionit prej drejtorisë rrugëve e departamentis bashku me këtë operatorin me bë matjen e saktë dhe te kalimet që janë. Nëse janë mbi 10%, ata 90% me vazhdu. Mbi 10% ne duhet me bë një zgjidhje të shpejt se s'mundemi me shku në procedura prokurimit. Por me bën një zgjidhje të shpejt e cila duhet kryhet me njerë. Për sa kohë do me thonë merr kjo... Po tash, unë besoj që komisioni do të del me njerë, derisa ti përgatisim do matjet, besoj që më edhe javë tjetër kjo duhet me u zgjidhë dhe me fillu me njerë me mbyllë. Okej, falenderoj shumë zoti zëvendësministër. Lutem shumë, Kalofshi sa ma mirë zot, që ka shpime e njerës, në tha që javën e ardhshme, do me thonë, ka me dalë komisioni për me evidentu çka ka me evidentu aty, edhe me njerë me fillu puna, në rast se shuma e ndarë nga buxheti nuk e kalon 10% mbi sasin. Na normalisht javën tjetër apet kemi me dalë aty, apet kemi me nejtë në kontakt me zëvendësministrin, edhe me komunën, unë jëmë bërim pacolli, mos harroni me që ta mërë më gjenin këtë platformat, siguroni një follow me më bo.